personazhi kaq simpatik, tani do t'ju japim përbërësit e dur për të pasur një javë të këndshme, argëtuese dhe plot stil. Përbërësit që koktejl ju sugjeron për të pasur një javë të këndshme, argëtuese dhe plot stil janë Luku i javës. Jam Niko Komani, redaktori i modës së revistës Anabel dhe për këtë javë sugjeroj këtë luk. Vajza ka veshur një palpaliceta të zeza, të derdhura në tru, e kombinuar me një xhaketë, siç ka dalë si vjet në modë, që është një çik më e gjerë dhe më e gjatë, më masculine, më burrërore mund të themi, e kombinuar me aksesore floriri, putë leopardato dhe çantë prap leopardato. Argëtimi i javës. Koktejli i javës. Përshëndetje, atëherë San Francisco është koktejli i javës. Thënia e javës. 3 gjëra e bëjnë një jetë të mjerueshme: xhelozia, hakmarrja dhe karakteri i dobët. Faleminderit që na ndoqët edhe për sot. Ky ishte koktejli. Ne shpresojmë shumë që në një farë mënyrë të kemi ndikuar në humorin tuaj të mirë. Shpresoj të jeni dhe uraj shumë sa mos të bani mend asnjë gjë. Natën e mirë tani dhe Natsu Dance.